është e vërtet që kjo është rezultati e dytë, e para është në tetor. Mos gabohem, por nga tetori është. Rezultati e parë paralajmëron farsën. Paralajmëron farsën në të gjithë shëmtinë e saj. Rezultati e dytë bazohet në raportet e institucioneve ndërkombëtare pas zhvillimit të farsës. Dhe kjo rezolut me fakte konkrete denoncon shkeljen e parimeve ndërkombëtare të zgjedhjeve të sankcionuara në dokumentat ndërkombëtare. Pra, ajo e paralajmëroi, kurse kjo e denoncon zhvillimin e kësaj farse. Ju, po të merrni, po kështu ndodh me Valencian, me rezultatin e Valencias, ajo i ka të gjitha këto, por rezultati e Valencias ishte me datën 30 prill, pra ishte në fund të fushatës, që ishte mbledh element të fushatës. Tani kjo është pasi u zhvillua fushata, u zhvilluan zgjedhjet dhe faktikisht kjo konkludon, siç kishte paralajmëruar, se u zhvillua në Shqipëri një farsë elektorale. Kjo është. Pra, dhe një gjë, çfarë tregon kjo? Kjo tregon se projektorët e komunitetit ndërkombëtar të organizatave partijake politike janë non-stop mbi Shqipërinë, narkoshtetin shqiptar.